Vazhdojmë të sheni se punën që unë e kumbo është me ngrit vetë dijen, me të regu se nëse thunë nuk jam musliman, nuk është që ti shkon në xhehenem, vetëm që nuk e pranon me qenë pjesë e fesë hoxhallarëve dhe pjesë e manipulimit që e ban xahili Milazem Krasniqi, akademiku i kombit musliman. Vazhdojmë të shohim çka. Prej të Venistenishi është një, në të shtatë është një tjetër, në Dugazhen është një tjetër, është komplet e orkestrume që eksponentet kryesor të lëvizjes për rikthim ose lëvizjes Deçanit janë çdo natë prezent në televizion. Dhe çdo natë përhapin idetë e tyre kriminale, edhe as ka ligj. Po më vjen turp, po tërprohem prej një akademiku. Është gjysh është, me dollë këto fjallë. Sa pare janë fut prej Turqijës në Kosovë, sa pare janë fut prej Saudisë në Kosovë, prej Emirateve në Kosovë, vetë kanë deklaru hoxhallar. Sa shkolla janë të hapura mi turqizu fëmijët tanë. Fëmijët tanë mi turqizu, mi rrit me sharte, ne themi sot shartet islamit, pa ato janë shartet të turqnisë. Sa televizione janë, PIS TV është Enis Romos, kush e financon? E financon Zakir Naik Meselin në Emiratet Arabe. PIS TV, RTI, kush e financon? Molla Shevçeti. Çdo ditë ki. E ki zyret e RTI-s i ki në Hotel Grand. Unë nuk e di çka ka bon kjo lëvizja për rikthim që me pranu lojmin e Milazimit si të vërtet. Kur e gjithë atë që e thot Milazimi është ona e kundërt e medaljes. Mirë po keniset nga pozita e të fortë, që aty është i fortë Milazimi, dhe ai dhe njerëzit që kanë me shenë pasti, ato vendosin për fatin tonë. Apo më kuptoni? A din sa e keqe, sa linçuese është kjo? Ku shumë njerëz ikin, jam i pari që në televizion ja kun përplas. Të vetë Dugazhenit, nuk jam musliman, jam shqiptar, me dinën e iman. E kam në linjë të drejt për drejt Tim Shkupin. Medresant i Prishtinës ka kryer studimet në Kairo, i bjen më konë edhe patriot, edhe musliman. Tim, përshëndetje. Përshëndetje, kam dëshirë të korrigjosh pak i nderuar moderator për prezentimin. Unë nuk jam musliman, unë jam shqiptar. Keni qërë, jo, i pari jam dhe ju këmë thonë, nuk ka islamofobi, ka shqiptarofobi në Kosovë. Dhe, ja, ku e ke sot, se cili që ka dollë kandidat, ka frikë me thonë që shqiptaria është feja e ti, me prea shtim të disa.